Raste të shtuara edhe në repartin e pediatrisë pranë Spitalit të Rajonal të Vlorës si pasojë e situatës së virozave. Mjekja pediatre Erina Llanaj konfirmon se virusi që qarkullon në qytet është prezent edhe tek fëmijët. Virusi A dhe B këtë radhë, sipas mjekes, qarkullon me temperaturë të lartë. Një pjesë e fëmijëve paraqiten fillimisht në qendrat shëndetësore, por nëse kanë komplikacione, atëherë familjarët i drejtojnë drejt repartit të pediatrisë për ndihmë më të specializuar mjekësore, ndërsa një nga shenjat kryesore të prekjes nga këto viroza është shkolla e thatë. Ditët e fundit në pavionin tonë, numri vizitave ka ardhur duke u shtuar. Gjithë qyteti ndodhet në gjendje virale për shkak të prezencës së virusit të influencës, virusit A dhe virusit B. Sigurisht që qarkullojnë në tipet e tyre. Në repartin tonë paraqiten në fëmijët me prezencën e prindërve për shkak të menaxhimit të temperaturës, sepse ky lloj virusi kësaj radhe paraqitet me një temperaturë në shifra të larta febrile, 39-40, dhe është pak i dominueshëm nga antiinflamatorët për uljen e temperaturës, siç është ibuprofeni dhe paracetamoli. Një pjesë e fëmijëve paraqiten në shërbimet ambulatore, por tek neve vijnë për arsye sepse mund të paraqesin komplikacionet e virusit të gripit. Nga këto komplikacione, një nga shenjat kryesore është kolla, që është një kollë e thatë munduese, që prek rrugët e sipërme të ajrit në formë laringiti me ngjyrje zëri, me vështirësi në frymarrje, në formë trakeitesh me kollë të thatë munduese, në formë bronkitesh, dhe rëndohen më shumë fëmijët që kanë dhe probleme kronike. Në këto probleme futen fëmijët me azmë bronkiale, futen fëmijët kardiak, fëmijët me probleme të sistemit nervor qendror, diabetikët që janë ndiqen me insulin. Situata e tyre është më e rëndë dhe ne i hospitalizojmë dhe bëjmë menaxhimin në rrugë spitalore. Shefja e repartit të pediatrisë, mjeke Erina Llanaj, konfirmon se numri vizitave varion duke shkuar në rreth 70 në 24 orë, nga të cilat 20 në ditë hospitalizohen. Mjekja thekson se duhet që fëmijët të marrin sa më shumë lëngje, si dhe të qëndrojnë në ambiente të ngrohta gjatë periudhës së prekjes nga kjo virozë. Numri vizitave varion nga dita në ditë. Këtu mund të arrijë në 24 orë 74 vizita, 75, 80, 60. Kjo është variabël. Të gjithë fëmijët që paraqiten këtu, një pjesë hospitalizohen, numri hospitalizimeve mund të shkojë dhe 20 në 24 orë, 15, kjo varion nga dita në ditë, orse një pjesë e tyre nisen në shtëpime terapie ambulatore. Ditët e para, viroza e pastër nuk ndiqet me antibiotik, vetëm kur vendosin mjekët specialist që kemi komplikacione. Mirë është që viruset, qofshin këto të gripit apo viruset e tjera të sistemit respirator, nëna të menaxhojnë mirë temperaturën në kushtet e shtëpisë, sepse 3 shtylla kryesore duhet ndiqen në gjendje virale. Të menaxhohet temperatura për të ulur në shifrat normale, por mos të bëjnë panik për një temperaturë 38.5 qofse fëmia nuk paraqet probleme kronike. E dyta, duhet të rehidrojmë fëmijën. Rehidrimi i fëmijës bën nëpërmjet lëngjeve biologjike, qofshin këto lëngje të ujit, çaj, kosi, dalla, që s'u japin rëndësi, po japin lëngje të gatshme dyqani. Lëngje këto nuk përdoren në pediatri, duhet t'u jepen fruta për të rritur imunitetin, të jepen fruta dhe ushqim hiperkalorik me mish apo me këto që të mbajmë një fëmijë që të rrisim kalorazhin ditor. Ulja e temperaturave, si dhe periudha janar-shkurt, regjistrojnë tradicionalisht rritje të numrit të prekurve nga virozat, çka reflektohet edhe tek fëmijët, po numri vizitave ditore ka shënuar madje rritje edhe në repartin e pediatrisë.